Kujto ditën kur të kanë pagzu. Në atë moment kanë thënë, unë po të pagzoj në mentatit e të birit e të shpirtit shajt. Pagzimi do në me thonë zhytje. Zhytje në jetën e të një shajte. Ti je zhyt përjetësisht në gjirin e atit të amshumë, në forcën e birit i cili është dashni dhuruse, që dhurohet edhe shkrihet krejtësisht dhe të manë shpirti shajt. Ti je bo pjesë e mbrëmshme. Ti ke hyrë për mbrëmje. Edhe me vdekjen e ngjalljen e tij, Krishti realisht ka bo pjesë të tërnisë shajte, pjesë të një kësaj dashnie të pafundme. Prandaj jeto gjithmonë i bashkuar, jeto gjithmonë i njësuar, kur mos jeto për vetveten, kur mos jeto për egoizëm, kur mos jeto për shkatrim, por jeto për me ken i bashkuar, sepse njeriu i bashkuar është gjithmonë i fortë, njeriu i bashkuar është gjithmonë i pushtetshëm, sepse dashnia që është bashkuese është pushteti më i madh që ekziston. Ky është misteri i jashtëzakonshëm. Na jena të lumë, sepse kena me përjetu deri në pafundësi.